Policia e Gjakovës ka përmbyllur me sukses vitin 2025 duke dëshmuar përkushtim të lartë profesional, përgjegjësi institucionale dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me qytetarët në garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Komandanti i stacionit policor në Gjakovë, Milazim Lumi, tha se gjatë gjithë muajit kemi analizuar të gjitha punët e realizuara gjatë vitit të shkuar për të nxjerrur një raport sa më të detajuar. Stacioni policor në Gjakovë do të pas përmbylljes së vitit kalendarik 2025, në fillim të janarit dhe gjatë janarit kemi bërë analizat e nevojshme, përgatitjen e raportit vjetor dhe kemi pas se si kemi qëndruar gjatë këtij viti. Mund të them me plot krenari që viti 2025 ka qenë një vit i suksesshëm për policinë e Gjakovës në rezultatet e arritura në krijimin e sigurisë. Kjo siguri e cila është merit e policisë, është edhe merit e qytetarëve të cilët na kanë ndihmuar me informata, si dhe me sjelljet dhe punën e tyre, aktivitetet të cilat i kanë bërë në komunën e Gjakovës. Lumi gjithashtu tha se gjatë vitit 2025 është shënuar edhe një rënje veprave penale të regjistruara, krahasuar me vitet paraprake. Janë shënuar rezultate pozitive në parandalimin dhe zbulimin e veprave penale, menaxhimin efikas të rendit publik si dhe rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Zbulëshmëria e rasteve të veprave penale në stacionin policor Gjakovës ka qenë 81%, krahasu me vitin e kaluar që kemi pasur 74%. Prandaj, zbulëshmëria e veprave penale, të cilat vetëm vepra penale kemi pasur 1041, ndërsa incidente dhe raste në total në stacionin policor gjatë vitit 2025 kanë qenë 2129. Vlen të ceket për qytetarët se kemi rënje të veprave penale si që janë vjedhje të rënda, po ashtu jemi me rezultate zero në rastet e vrasjeve, ku rastet e vrasjeve nuk jemi vetëm këtë vit, kemi qenë edhe vitin 2024 dhe këtë statistikë na ka prishur vetëm vitit 2023, kemi pasur një rast me 2 vrasje, ndërsa vitit 2022, 2021 dhe 2020 kanë qenë pa vrasje. Fal punës profesionale dhe reagimit të shpejtë të njësive policore, shumë raste janë trajtuar me sukses dhe sipas ligjit në fuqi, duke shtuar edhe te realizimi mbi 1000 urdhëresave, shtoi Lumi. Ne kemi pasur të realizuar 1173 urdhësa, që në përqindje në krahasim me vitin e kaluar kemi pasur 35%, sepse me realizimin e urdhësave do të zbatohet, finalizohet do të që i dyshuarit ta vuajë dënimin për veprën e caktuar penale, të cilën pastaj dënimin e ka dhënë instruksioni përfundimtar gjykata. Krahas rezultateve pozitive në parandalimin dhe zbulimin e veprave penale, suksese janë regjistruar edhe në menaxhimin efikas të rendit publik si dhe rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Kemi pasur gjithsej në total 524 aksidente, kemi pasur një ngritje të lehtë në krahasim me vitin e paraprak, mirë po qëllimet e policisë kanë qenë që vërtet do të ne të ngrisim pikat e kontrollit, të ngrisim aktivitetet tona policore dhe mund t'ju them që kemi pasur 16.534 tiketa të komunikacionit nga stacioni policor, që krahasuar me vitin e kaluar kemi pasur një 10%. Nëse marrim në aktivitetet të komunikacionit, të gjobave të lëshuara, policia pothuajse çdo vit ka pasur një ngritje nga viti 2021, 22, 23, 24, të cilat në numra do më për arsye se janë qëllimi ka qenë që të ndërshkohen dhe të edukohen do të kundërvajtësit në komunikacion. Ndërsa kur është fjala te implementimi planeve operative, komandant Lumi shtoi se viti 2025 është përmbyllur me realizimin e 224 planeve operative ose 15% më shumë se vitin 2024. Ne kemi hartuar plane të ndryshme operative që të tilla kemi pasur 224, që në përqindje kemi pasur 15% më shumë se sa vitin e kaluar. Pika kontrolli kemi mbajtur 4430, edhe këto kemi pasur një ngritje krahasim me vitin 2024 prej 70%, ndërsa patrullime në tërësi të patrollave të cilat ju ishin në teren kanë qenë 4309, që do të nkrahasu jo me përqindje, por si patrullime kemi pasur 630 patrullime më shumë se sa viti i kaluar.
Suksesi i arritur është rezultati i angazhimit të vazhdueshëm të zyrtarëve policor, profesionalizmit të tyre si dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet lokale, organizatat dhe vetë qytetarët, ka pohuar Melazim Lumi.